Përshëndetje të gjithëve. Sot jemi me zoti Skënder Jaçe, kineast dhe producent. Faleminderit që jeni prezent sot me ne. Ne të gjithë të përfshirëm në audiovizual, pra qoftë regjisor, skenarist dhe të gjithë bashkëautorët e tjerë, por dhe ju si producent dhe skenarist, jemi në kushtet e një vendimi tepër të palishëm të një këshilli kombëtar drejt autorit, ku heq të drejtën të gjithë elementëve apo bashkëautorëve apo prodhuesve të audiovizualit të mos mbledhin të ardhura nga televizionet ose nga kinemat nëpërmjet suadas. Pra, ju duke qenë se jeni i përfshirë drejt për drejt në skemën e prodhimit dhe kinemas, si ju duket ky lloj vendimi? Unë të falenderoj njerë për ftesën dhe prezencën tonë në këtë podcast, do të thoshja unë që është mjaft interesant për një temë delikate si filmi. Ka kohë që në Shqipëri kjo vazhdon të quhet akoma jemi në fazën e tranzicionit. Por unë mendoj që jemi 30 vjet dhe është e turpshme akoma që diskutohet e drejta e autorit tek neve. Dhe e drejta e autorit fillon që nga pirateria e madhe nga televizionet. Televizionet nuk kanë origjinë filmi. Vjedhin filmin pa një gjë të keqe. Po të shikosh kanalet e tyre, nuk janë në gjendje të heqin as titrat në sajtin ku ata i kanë shkarkuar, dalin titrat mistreci.com, e tjera që është e turpshme. Flasim për filmin e huaj, po dhe filmin shqiptar, i cili është bërë qarqaf, duke shfaqur vend e pa vend dhe pa marrë asnjë kokër leku krijuesit. Kjo zhurmë e madhe që po bëhet, mendoj që duhet të jetë fundi. Komuniteti i kinasëve duhet të jetë i gjithë në këmbë, pse nuk është mirë që një njeri që ka dhënë djersën mundin e tij, edhe pse ai mund mos jetë gjallë, ai ka njerëzit e si në gjithë botën që ligji funksionon, ka trashëgimtarët, ai duhet të marrë ato lekë që i takojnë nga shfrytëzimi i këtij produkti. Kështu që mendoj kjo zhurmë duhet marrë fund, se vajti shumë e lodhshme dhe u bë bajate në një vend që pretendon të hyrë në Komitetin Evropian, dhe kjo është alfa për të hyrë një vend, që ne nuk e prekim këtë, por nuk të fut njëri në Komitetin Evropian në qoftë se nuk vendosen rregullat e lojës për transmetimin e filmit, se filmi ka shpinën e tij, fillon që nga kinema e njerë, fillon që nga sallat e kinemas, prandaj bëhet ky. Atje ku ju kanë ishte drejtë e shpërblimit. Po pra. Pikërisht atje ku është hequr kjo drejtë shpërblimi. Për mos folur pasaj këtu që e di pse abuzohet këtu, pikërisht pse sallat e kinemas në Shqipëri janë ineksistencë. Ka mbetur një Tiranë dhe mendojnë se jeta është vetëm në Tiranë dhe qytetet e tjera duhet të vdesin, kur në të njëjtën kohë shumë vite më përpara, në kohën e distribucionit ton, filmi shfaqej dhe në majet më të larta. Dhe pavarësisht se distribucion ishte shteti, se kështu ishte mënyrë organizuar, Kino Studio prodhonte edhe kishte edhe ndërmarrjen e kinofikimit, e cila shpërndante filmin në kohë, por duhet të them që filmi qarkullonte dhe shkonte në çdo cep të kinemas. Mos gabojsh rreth 80 kinema? Jo, Shqipëria ka pasur, ishte një luks për kohën, kanë qenë 450 salla. Ku transmetoheshin filmat? Duke futur këtu salla stacionare, portative, ushtrin, bashkimet profesionale, portet, anijet që ishin në qarkullim, të gjitha kishin pika transmetimi filmi, kishin salla kinemaje. Kurse sot i vetmi njeri i cili merr një përsipër që të merr me promovimet e këto, jeni ju me stadion. Kam mbetur unë që ndoshta jam mjalë në sy për momentin, se unë për veten time ju vlerësoj shumë atë që bëni, sepse kur një autor vërtet promovon veprën e shokëve të vet, apo vetveten, kjo është një gjë shumë e mirë. Po kur shef që ka një shpërndarje pa kriter, kudo, apo dhe paguan personin që ti s'duhet paguash, pra që nuk i takojnë këto të ardhura, kjo është katastrofë. Ti e di mirë nga bisedat tona, Organizata Europiane e Audiovizualit i drejtohet Shqipërisë dhe i thotë vendimi juaj i fundit për të mos shpërblyer audiovizualin është katastrofik. Pra,
Në të gjithë këtë situatë, unë për veten time them, atje ku vetë autori përdor veprën e vet, atje ku vetë autori ka një lej nga shoku i vet, pra atje ashtu siç i firmosni ju me autorë zë për çdo njeri që kjo për mua është një gjë shumë e mirë. Por kur shef që paguhet, s'dihet kë paguhet, i mbledh, s'dihet ku i çon, apo dhe vetë mediat sot, pavarësisht se ne po flasim që janë një nga faktorët kryesor të pagesës audiovizualit, sot kanë një vendim KKDA dhe janë të stepur sepse ata me licencë audiovizuali paguajnë për regjinë, paguajnë për prodhuesin, nuk paguajnë për kolonën zanore, vetë ata po stepen për të paguar sot sportelin unik. Pra, në të gjithë këtë gjë që po ndodh sot, është një diçka që është e papranueshme dhe siç e the dhe ti, ne nëpërmjet këtij emisioni podcast po mblidhemi të gjithë dhe kjo është e fundit për t'i thirrur ndërgjegjes së shtetit dhe njëkohësisht ndërgjegjes edhe të publikut. Për të kuptuar që ashtu si makina është pronë e dikujt, ashtu dhe pronësia intelektuale është pronë e dikujt. Pra, ju vetë në skemën tuaj të produksionit dhe në skemën tuaj të kinemas, çfarë vështirësish hasni shpesh në realizimet dhe në prodhimet tuaja? Shiko, filmi fillon të thash edhe përpara, fillon që tek ajo salla kinemas. Mua më kujtohet kur bleva një premier botërore që nuk ishte e lirë për kohën, Beowulf, një film shumë i dëgjuar me një histori të këndshme, ditën e tretë filmi u hodh nga kanalet. Dhe këtu erdhi avokati që nga Londra, ata u habitën me këtë lloj rrëmuje dhe nuk në një as dy ditë iku se nuk mund të merresh e vesh këtu. Ja lëm topin njëri tjetrit, kur ti nuk ke drejt, unë zbres në rina s'kam origjinë, ti s'keri, unë paguaj taksat e gjitha tëra, jam i kontrolluar se salla është ndryshe. Po. Nuk është si televizioni që iku një herë dhe ti se kape. Salla është aty, flet, ka program. Dhe përsëri nuk e gjetëm dot, si u vodh kopja 35 mm, e mendoti. Tash i mendo se ç'bëjnë këta. Këta kanë ndonjë njeri jashtë. Dhe filmin përfitojnë se ata mbarojnë shpejt atje vizionin e parë dhe e nxjerrin për njerëz në Blu-ray në këtë, përfitojnë, i marrin dhe i bien këtu pas një të keqe i marrin. Pa mbarorjet e kinemas dhe televizor. Pa mbarorjet e kinemas. Për mos folur pasaj për shumë faqe në internet, i po t'i hapesh, janë të gjithë filmat pothuajse të kinemas, bile pa dal filmi kinema, ai e ke të përkthyer në shqip, në ditë dhe asnjëri nuk flet. Kur ligji ekziston, ligji është mjaft i mirë. Ligji ekziston, korniza ligjore, korniza ligjore është për të përgëzuar. Çështja është ajo pjesa e mos funksionimit të kësaj, ndonjëherë më duket sikur është pak e lidhur me qetësinë që autorët dhe krijuesit apo me një pak të pranuar ose humbjen e besimit tyre që kjo ka për të funksionuar ndonjëherë dhe e lën të rrjedh, sepse vetë kur shohim ne nga ulëmtimet e asaj që thoni ju në internet apo kudo tjetër në shoh që të gjithë janë të lirë për të hedhur. Madje ka disa sot struktura të cilat i drejtohen autorit dhe i thonë pse ke hedhur filmin tënd. Pra, e gjithë kjo amulli që sot po krijohet është një diçka që rëndon gjithmonë dhe varfëron sa më shumë autorin. Por, unë thash, dua që nëpërmjet secilit nga ju, përfshi dhe veten time, t'i thrasim ndërgjegjes së shtetit dhe ndërgjegjes publikut. Pra, të gjithë ju që keni krijuar, lodhur, apo hipur majmaleve për të marrë një sekuencë, të merrni atë që ju takon. Por, që t'ja bëjmë pak edhe më të bukur për ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Çfarë mbani mend nga krijimet tuaja, ndonjë gjë që është humoristike dhe ndonjë gjë që vërtet ka sjell majtondës? Shiko, puna është që filmi duhet të gjenerojë të ardhur për të vazhduar punën e tij. Ti nuk e beson, po u ka mbi 20 tituj që i mbajnë sirtarë dhe nuk duhet t'i jap në këtë amullit të madhe, se e di që do vidhen, do bëhen edhe është për të ardhur keq se ti shkon një drejtor i televizionit nuk kam lek, thot po deshe ne ma ata çfarë kështu thot shikoj popullin se populli nuk ka lek. Ai të bëj nder. Domethënë po vazhduam me këtë lloj mentaliteti, kinemaja s'ka për të ecur kurrë. Dhe kur them kinemaja flas në tërësi. Po. Për gjithë prodhimin, jo thjesht për institucionin kinema. Për gjithë komponentët që për gjithë komponentët. Filmi duhet të filmin fundit në gjithë botën është industri, është kthyer në tregti.
Nuk mundet do unë të prodhoj 2 filma dhe të ngecen pasaj se s'kam lek të shluj tjetrin. S'mund të idhem do të prodhim. Se edhe kështu duke kërkuar gjithmonë leke, nuk t'jep shteti lek për film. Thotë ti vëlla qa gjenerove me këtë film e parë. Po ti s'm ke krijuar kushte man. Përderisa në televizion e kombëtar, ai është detyruar me ligj ta blej filmin shqiptar, prodhimi këtu kur inkasuar lek për këtë film. Ai duhet ta marri, ta çfaqi dhe ato 5 lek të merren, të ndahen në të gjithë komponentët, atë luftë që po bën ju dhe unë dua me këtë rast të përgëzoj dhe të them që mos u triq nga kjo betejë, se dikush duhet të sakrifikojë, kështu me heshtje ne do vritemi të gjithë. Unë them për shkakun sepse analiza jote ekonomike është e saktë, sepse çfarë ndodh? Në momentin që ti shet dhe ke besim, pra 20 filma apo 10 filma që ti bëjnë qarkullim, ti do i shesësh, do i rishesësh dhe ti qarkullon me një faturë të vështirë, të vështirë inkasohet nga shteti. Por dhe kur ti merr të drejtën e autorit, agjensit lëshoj një faturë, kjo faturë ka një TVSH dhe përsëri kjo TVSH kalon në arkën e shtetit dhe kur ti merr të ardhurat e tua si autor, ti përsëri paguan tatim të ardhurat personale 15% dhe përsëri kjo inkasohet nga shteti. Pra, jo vetëm prodhuesi, krijuesi i veprës audiovizuale apo i veprave të tjera fiton. Pra të gjitha këto ndërveprojnë duke rritur edhe kasën e shtetit njëkohësisht. Pra kjo industri, në qoftë se nuk zbatohet, edhe shteti unë, edhe autori unë. Por çështja është ajo që ne duam të gjithë dhe që po i rezistojmë të gjithë deri më sot, është sepse na vjen keq që ndoshta edhe kolegë tanë, jo audiovizuale, mund të jenë edhe kompozitor, edhe këto, kanë bashkohen me këtë vendim të Këshillit Kombëtar, i cili cënon në rënd kolegët e tyre. Pra, një kompozitor i një vepre audiovizuale merr të ardhura për veprën audiovizuale dhe regjizori, skenaristi, drejtori i fotografisë apo dhe producenti vet nuk shpërblehen për këtë vepër audiovizuale. Pra, kjo është ajo që ne të gjithë na vjen keq. Është thëmbra e akilit. Filmi duhet të nxjerrë, ore mos harrojmë, ne ishim shtet atëherë. Domethënë këto kinema që flasim, distribucioni ishte shtet. Dhe në vitin 1972 kinemaja kapi 22 milion spektatorë, di çdo tot apo jo. Po përkthej këtë sikur të ishte sot kjo gjendje. Ku do ishte kinemaja? Natyrisht gjërat kanë ndryshuar, po ne zbardhëm fare, e ngordhëm. Filmi, domethënë mbriti në telefon, filmi i ri erdhi në telefon dhe i riu nuk di që është ekran i madh. Ose një televizorin vetëm, ajo është kinemaja. Kjo është e turpshme. Ose shkarkohet kudo. Se televizioni po. Se sot ke lirin ta shkarkosh ku të kesh dëshirë. Po, pra, kështu që ne duhet t'i përgjigjemi maj për maj, them unë, kësaj lloj presionit të madh që ka sot kinemaja për të ecur në rrugë. Tamam. Se ndryshe unë e shoh pa perspektivë, nuk shoh dritë në tunel. Unë e theksoj dhe ajo që u diskutuat, domethënë edhe vendimi i fundit që u mor nga shoqata, nga FAD-ja, u mor që fillimisht të ecim në rrugën ligjore të tratativave dhe më pas gjithçka do të jetë për të kërkuar ndalimin e transmetimit të çdo produkti të prodhuar shqiptar. Sikur këto të media le të kënaqen vetëm me filmin e huaj, le të vazhdojnë. Nëse kjo do të konsiderohet që është e mira për Shqipërinë. Kur ne e dim që dhe njerëz që jetojnë jashtë, fëmijë që rriten jashtë, mësojnë nga gjua shqipe dhe prodhimet shqiptare, më shumë se nga i prodhimi huaj. Këtu marr shkas me që jam në këtë zë të hapur. Shiko, kinema jashtë ka rregulla loje. Nuk mundet do të kafeneti të vësh një ekran, po themi 10 metro me 5 metro, këtu shikon lokale gjithë janë mbushur me ekran. E lidh me digital binai dhe shikon film ti duke pirë kafe. Nuk është normale kjo. Në asnjë vend të botës nuk ndodh kjo. Ai të vjen të bllokon të sekuestron. Nuk të lë njeri. Kinemaja ka shpinën e saj. Filmi ka shpinën e saj që është kinemaja. Është institucion. Nuk mundet do ti në kafenet bësh film ti. Si u bëka kjo? Lloj gjë, edhe pa gjë të keqe kur u thua thot po jep televizioni, po televizioni jep për ekranin që ke në shtëpi ti, pra taksit i ke paguar. Është njësoj sigur kur shkojmë jashtë dhe duam në rastis që të jemi gjatë fazës së periudhës së ndeshjeve
kampionatit botëror evropian, në asnjë kafene apo restorant ne nuk e shohim, përveç se në ato lokale apo restorante ku thuhet ky restorant ka marrë të drejtën e transmetimit të këtij eventi sportiv. Kurse këtu është kudo. Është një hamulli. Domethënë këtu mund thuash, ore, po pse të shkoj në kinema, po shkoj te kafja poshtë se ima vë televizorin ku e dua. Po jo, është edhe bukur filmi sa del ai thotë, "Ama se për 2 javë kemi në internet." Po, nuk po bëj abonimin se do e nxjerr kjo faqe. Se nuk është kjo kulturë tek ne që të kuptohet se kinema është tjetër gjë, është mënyra kolektive, ka një performancë ndryshe, zëri të vjen ndryshe, figura është ndryshe, ti jeton, është magji kinemaja. Prandaj shpiku, nuk jemi ne më të mençur tash, të mbyllim kinemat dhe të shikojmë televizorin. Nuk është normale. Jemi në vitin 67 kur xhironte në shesh xhirimit i madhi regjisor Fellini dhe u thot në një moment se filluan të gjithë ishe brezi që po vinte në fuqi. Ore tha mos qeshni, tha ndaloj, mos qeshni, tha, se po u vjen një kuçedër, tha, që për 5-6 vjeta do t'u përpit të gjithëve, e kishte fjalën për televizionin. Edhe ja erdhëm. Duke televizor tash do dal jashtë loje me gjërat e tjera që po dalin. Ti ke parë Netflixi e gjitha bleu Warner Bros Netflixi tash. Madje un kam qenë në një konferencë në Cinecittà dhe ishte i njëjti problem në aspektin e kinemas. Sepse po futeshin aq fort platforma si Netflix dhe po godisin kinema, po kinemaja drejt për drejt ndikonte në xhepin e prodhuesit filmit dhe në momentin e shfaqjes kinema. Sa do mund ta vjerësh ti filmin në ekranet e televizionit, nuk merr atë inkasim që t'jep kinemaja. Po, është vërtet. Është në të gjithë botën kjo, nuk dolëm ne ta shpikëm rrotën tash edhe po bëjmë teoritë shqiptare. Ata me një nga kompanitë në të cilat un kam bashkëpunuar dhe ai kërkonte territorin e Shqipërisë për të hyrë. Dhe në një moment thotë un firma thotë vjen në kanalin tim mund të gjesh vetëm firma që janë 1 vit të vjetër. I thash po kështu ne ti nuk je kompetitiv, i thash, në Shqipëri, i thash. Dhe i tha po s'mund të marr një film sa pa mbaruar xhirin në rrjetin e kinemave botërore. Pra nuk mund ta transmetoj. Pra pavarësisht se ai në Shqipëri mund të fitonte të ardhura, ai tha unë nuk e prish sistemin e krijuar të ligjit për drejtën e autorit për të futur një film në kanalin tim i cili nuk e ka bërë xhiron apo nuk i ka inkasuar të ardhurën nga sistemi i kinemas. Kurse këtu është falas, madje ka edhe nga ata që thonë për leze këtë film ta shëson se i kam gjithë drejtat. Po, pra. është bërë thjesht. Është ajo që thotë shprehje popullit të gjithë vjedhje gjithmonë ka pe hajdutin. Nuk merret vesh se si nuk ka rregulla loje. Dhe po vazhduam kështu thash, do jetë jashtëzakonisht keq për një film që harxhohen qindra miliona lek, edhe ai mbetet sirtar ose videt në mënyrë më të shëmtuar. Unë them që jo vetëm lek, por çdo krijues harxhon shpirtin, harxhon mendjen. Po pra. Nuk të zgjumi natën, sepse të del dhe të kujtohet një rol për të shënuar në skenar, pra ka shumë elemente të cilët ti e shkatron. Po çfarë televizione kombëtare janë këto? Kur unë të afroj një vepër, një figurë madhore, që kur vajta në Turqi më vinte turp nga vetja ime, kur unë shikoja rrugët dhe institucione me emrin e tij, dhe ti këtu produktin e ke gati dhe nuk e blen. Hoxha Tasim. Po ka emër më të ndritur, luministi pari që bëri abetaren e parë Turqisë Shqip, një figurë e madhe në Universitetin e Stambollit, dhe ti nuk blen figurën tënde të ta shfaqësh? Po ma jep falas tua? Ndërkohë rrugën e ke ose nuk filmi tjetër i Muntaz Dramit, e ke gjallë akoma Muntazin, që ka bërë kaq vepra, ka lidhur gjithë Shqipërinë me veprat e tij. E tjerë figurat ndritura që ne i mbajmë në përsirtare. Është turpshme, nuk e di. Domethënë këtë lloj papërgjegjësie. Këtu do të funksionojë ligji, mendoj unë, që të bëhet me detyrim kjo punë. Mos të marrin këta gjën me të lehtë tani, çkarkojmë nga sajti, gjetën 2 gjëra në internet dhe hajde ti shfaqim. Ligjet e kanë të qarta atë. Çështja është kush i kontrollon. Sepse këtu është diferenca. Unë për shembull në një bisedë shumë vite përpara, kam qenë me Sajmir Kumbaron, duke pirë një kafe dhe duke parë një formën e titrimit të filmit, thotë, ky që nga filmi vjetër, thotë Sajmir. Ti nga dallove nga titrat. Po se titrat tona në atë kohë ishin
Pikërisht. Dhe im tha, sepse këto nuk janë titra, tha për televizor, këto janë titra për kinema. Domethënë, këtu sot unë shoh që këto titra për të janë kudo dhe nuk e vret me njëri absolutisht diskutoj domethënë. Të vjen turp, shikon, ne kemi një format që bëjmë gjithë Shqipërinë. Open kinema e Shëtice. Dhe këtë bëjmë me munde me djers me një lloj buxheti qesharrak ti biesh nga veriu në jug, por nuk na laj krimbi që kemi pasur në vite dhe themi mos ta lëm këtë brez që mos njojë ekranin madh. Ka pas qytete që është për të qarë dhe për të qeshur, të rinë gri që shkonin brapa ekranit, nga del aktori, thoshte përpara. Nuk kanë iden e një projekcioni filmi. Pse s'kan faj? Ja arritur breza tërë pa kinema në për Shqipëri. Dhe kjo është, unë mendoj që është halfa që edhe kompanitë e huaja nuk futen këtu. Por edhe nuk e filmin europian prezent Shqipëri. Ne dojmë kompanitë europian të jetë që s'ka distribucion Shqipëria. Edhe nuk pranojnë. Edhe nuk afrojnë, nuk pranojnë. Nuk pranojnë sepse unë vetë kam kontaktuar disa herë. Nuk pranojnë se nuk e din që nuk ka rregulla loje. Unë u ngrita të vijat në kohën që hapa distribucionin për kinemat. U ngrita të shkova në Londër, se Londra mbulonte Shqipërinë, dhe desha të merja Disney ishte me kornizën e rregullave lojë si ka gjithë Europa. E di që jo vetëm nuk ktheu kurizin që më priti sa dëgjoj nga Shqipëria. Po tha ju jeni tha më të tmerrshmit në Europë tha. Ju ihni Brad Pittin tha merrni njerëz nga rruga tha. E dubloni tha me një dublim mizerie tha se zeri karakter, s'mund të dëgjoj. Dhe ne vazhdojmë akoma, gjithë filmat Hollywoodit dublohen. I mbani dublojnë, nuk flet asnjëri. Ku e ke drejtë në dublimit ti? Si mund të ishte një aktor famoz e të vesh një student me 20.000 lekë? Fillimisht kështë të drejtë në përkthimit. Po pra. Pasaj flasim për dublime. Po se filmi kur vjen me listë dialogun që ta përkthesh. Nuk është shumë, më shkrep mua të themun dhe po të shikosh përkthimet janë skandaloze televizionet. Se nga këto përkthime që i përkthim vetë, edhe në internet, shkarkon nga interneti. O me plako. Po nuk thot plak amerikani, anglezi. Është fjalë shëmtuar o me plako. S'ka plak. O me i komët, po s'thot kështu. Përkthime skandaloze. Në kohën e kinostudës kur funksionoi ishin me mjekra ata që përkthenin. Edhe sot po ti shikosh është një përshtatje shqipes që sot janë zhdukur nga fjalori ato fjalë. Fjala më pyeste çuni ditë fjala kusar çdo të thotë. Është hequr nga fjalori. Kusart ishin ta i dilnin në rrugë, nuk ishin shtet, dhithnin, bënin gjithat, domethënë bësh përshtatja tamam në psikologjinë e gjuhës të popullit, që të kuptohet filmi. Jo zgjat me titra, le nuk pyesin me 3 rreshta, me 4 rreshta. Mbi kuadër. Që nuk e shef do të filmin. Se shikon dot, nuk e shikon dot. Është shëmtuar ikën. Ka karaktere 10, nuk pranon shumë. Ose edhe ato kur i zë pjesë të ekranave, kështu i vë logon tënde se e ke shkarkuar në internet. Për mos them pasaj që një vepër jashtë një regjisor nuk të le që ti do bësh marrëveshje. Sa reklama do fuç. Ndalosh do 10 minuta ti në ikën kuptimi i filmit. Normal. Ti më hiq më nxjerr nga gjendja më. Unë kam hyrë në gjendje, tash moment tash i kritik dhe unë dua ta ndjek këtë. Po. Mos mikja asnjë plan. Ti e ndërpret më nxjerr shitet ku si janë filamen. S'është normale, nuk është normale. Se nuk pyetet as autori dhe kjo është më vete. Do të pyetet regjizori, do ti të futet kjo reklam? Edhe ligji e ka të përcaktuar. Edhe çfarë fiton ai me filmin se futet në filmin tënd? Çfarë fiton ky? Ka vetëm një parim ligji, domethënë që s'ka nevojë ti lexosh fare asnjë net. Po pra. Thot vetëm autori ose krijuesi i tij thot, i përmbledh ka të drejtën të vendosë ku, kur edhe si do të përdoret vepra. Pra këtu ka mbaruar i gjithë ligji i drejtës autorit. Këtu ka mbaruar pjesa që ti të lexosh një nen, një presje se ku është vendosur apo ku s'është vendosur. Pra këtu kjo fjali e këtij ligji jep kuptimin që vetëm Skënderi do thotë se ku do shitet, vetëm Skënderi thotë se kur do shitet dhe vetëm Skënderi thotë se si do shitet. Pra kjo është baza e gjithë ligjit të drejtës autorit. Pastaj interpretime që i japim, jo po 10 këtij, jo po 12 këtij, janë vetëm interpretime për të mos respektuar ligjin për drejtën autorit. Pra, ne prandaj duam dhe jemi të gjithë në këtë fazë. Më mirë dhe të bëhet e gjitha, se sa të kthehemi prapë në fazat që ka kaluar kuris të tjerë para nesh, bajti shumë. Për të përplasur. 33 vjet, ku sot jemi po atje ku ishim. Ku sot ka autor të cilët nuk e thon më me krenari që janë autor dhe regjisor. Po.
nuk e thonë me krenari, pavarësisht se brezat rinj shkojnë i thonë, aman të lutem, ma lexo këtë skenë, ma lexo, ma shiko këtë video, ma bëj këtë. Pra, këto nuk jo thot njeri atyre pavarësisht se ata e bëjnë. Po, bile unë do të shtoja që edhe një mas do të marrë vetë nga krijuesit, nga ata që kanë, që filmat që janë në sistemin VHS në për kanale televizive, të bllokohen urgjentisht shqiptar. Pse japi mënyrë më të keqe e transformojnë filmin kur filmi nuk ka të cilësi, nuk ka të zë. Ato janë edhur si janë edhur në atë kohë, ku ishte akoma fillimi, ku nuk mungonte aparatura. Sot të dalë shti kur kopjet negative janë të shkëlqyera në arkiv, qoftë edhe këto që janë pa restauruar, po të nxiren, janë 100 herë më të mira se këto që janë në VHS. Gjithmonë edhe në përcaktimet të ligjit duhej që arkivi i filmit vetë autorit të filmit sot, sepse sot ka kaluar që nuk ka autor sot që të ketë një marrëdhënie pune me shtetin apo me kino studio më të vogël se 3 vjet, sot nuk ekziston. Pra, këto filma sot janë vetëm pronësia e autorit. Pra, vetë arkivi i filmit duhej që çdo autori dhe krijuesi i kishte dhënë një kopje. Se çfarë do bëj autori është kukur dhe si. Pra, autori është ai i cili do të përcaktojë se çfarë do ndodh. Mënyrat pasaj që lejohen në treg që përdoren dhe mënyrat që në momentin që dikush mundohet të jetë legal dhe ti atëre shkon e kap, kjo është ajo që ne po përballim dhe duam që të mos jetë më. Pra ne duam o për të gjithë të funksionojë një ligj, ose të shkojmë deri në atë pjesë sa të kërkojmë ndalimin. Dhe për mua mendoj është shumë shoqata. Do të thotë, u krijua shoqata jonë që është me bazë, jeni juve. Kjo të vazhdojë ta ndjekin në mënyrë ligjore me përfaqësuese me të gjitha. Ç'është nevoja 100 sportele, shko merri këtu lekët, ti marri këtu është loja për të gatruar. Është gabimi në interpretim. Sepse çfarë ndodh? Një është licenca audiovizuale. Po pra. Një është agjencia ku duhet vej një televizion, sepse edhe vetë televizioni e ka në licencë nga AMA, thot prodhim, transmetim, VOD, audiovizuali. Pra nuk thot audio. Pra në rastin konkret, licenca audiovizuale ka vetëm FAD-ja. Kurse të tjerët duhet të fillojnë të merren me muzikën. Pra licenca është saktë. Tani keq interpretimi që bën nga faktorë dhe elemente caktuar, kjo është ajo gjë që ne jemi sot në këto tavolina, në këto grupime, për t'i dhënë drejtim në fund kësaj pjese, sikur kjo të shkojë edhe deri në bllokimin e filmave audiovizuale. Pra, nuk mund të lejohet më që të ketë një keq interpretim, që çfarë e joti aty në xhepin tim dhe çfarë e imja të shkojnë në xhepin tënd. Audiovizual, film, dokumentar, pra çdo pamje, se ti mund ta bashkëruash më mirë se unë, ku ka pamje të ndërthurura me muzikë, me element muzikor, se muzika jo gjithmonë është muzikë e mbrojtur në film, mund të jenë etiku i pa mbrojtur, kjo është audiovizual. Çdo gjë tjetër është muzikë. Televizioni është audiovizual, ti s'mund t'i thuash televizionit paguaj për muzikën. Për muzikën. Sepse televizioni jep vetë muzikën. Edhe të doj nuk e shkëput dot, se e ka të sinkronizuar. Mos fut imazh, jep muzikën vetë, errësirë dhe jep fjalë. Pra vëre kanalin e zi dhe vazhdo paguaj 5 sportel. Është. Pra këto janë. Ta mbyllim se më kërkove një gjë nga xhirimet. Këto janë interesante. Ka qenë kohë e hartë, domethënë koha, jo pse jetuam neve, po duke qenë një industri, secili repart bënte punën e tij, secili njeri bënte punën e tij dhe filmi natyrisht në flas si anë teknike do dilte në kualitet, se secili bënte punën e tij. Sot është katandisur që producenti bën të gjitha, por regjizori bën dhe producentin bën edhe të gjitha. Pse? Se do të kursele se s'ka lek. Nuk vjen atje ku duhet. Filmi në fundit sot është luks. Atëre i kalon të shteti gjitha, që të mbledhesh ti një turm sot siç janë për filmat në atë kohë, nuk e mbledh dot kurrë. Sot e satit e natë para lirisë. Po përkthehet dhe lek. Edhe sa mbaroi filmi Kronikë Provinciale, nuk e di e ke parë apo se ke parë, nuk është shfaqur ai, është për një gabim teknik në kolonën zanore, u mbajt në sirtar. Dhe i them producentes Loreta Mokini, një grua zonja jo, që u mor me filmin, me shumë pasion, regjizori ishte Tan Minarodhi. Thash në kuadrin e
e shpërndarjes me që filmi ngeli tash dhe bëm një premier vetëm në Tiranë, kur inauguruam 2 salla që sot u prishën te Kristali, ke parasysh. Edhe thash ta bëjmë në Berat, aty ku xhirua filmi, edhe marrim 2-3 aktorë. Morëm Margarita Xhepën me vete, dies pas. Morëm Fadil Asën, dies pas dhe ai, dhe kishim edhe Pirqa Askon, i cili e përshëndesi këtu, është aktor me shumë vlerë. Edhe i thras në skenë të 3, për të krijuar çiku marrë tash para publikut, se këta aktorë me thënë të drejtën kanë lënë gjurmë dhe njerëzit i duan. I them afër Birqes, ngacmoi çik Fadilin në mikrofon. Po lere tha se shumë solemne, se ishte plot salla. Po filmi shumë marrë tash, tash i dalim te humori, ta ngacmojmë çik tash. Po mirë tha, vazhdo prezantimin ti tha me Margaritën, fola unë dy me Margaritën edhe thash unë fjalën po e lë Birqes. U afroi Birqes te mikrofoni thot, o Fadil thot, të bëj një pyetje thot. Qëtësi salla. U kthye Fadili, po bëhe tha. Respekt tha, bëhe. Ore tha, jemi këtu tha. Nuk kalon nga partia jonë, tha, hajde këte nga partia socialiste tha. Salla, dale tha. Mori mikrofonin Fadilin. Ore vi që nesër tha, po mu mbet vjetërsia këte nga partia demokratike. Lasti salla në duar trokitje tha. Dhe më thënë arti bëdhe një komunikim kaq të bukur dhe e lidhte edhe batutën dhe humorin që ata të shlofnin. Ti e përshkruaj më bukur se unë, domethënë nuk vjen. Edhe ajo që të vredeshin nëpërmjet artit vjen e bukur për vesh. E bukur. Kështu që po që unë të them që bravo edhe një herë, mbështetjen time si të them tash i vjetër në 51 vite pune në këtë industri, do ta kesh në çdo kohë. Faleminderit. Se unë kam folur kaq shumë sa na njerë them ore me kë lufton me mullit e erës si Don Kushoti. Kam folur në për televizionin, për kanale, për gazeta, në për drejtje na njerë thonë që se thotë se nini një shprehje shumë të bukur, bëra shumë armiq se tregova sinqeritetin. Në fundin nuk po flasim për thjesht për veten tonë. Kjo është një punë mendoj që shumë organike për kombin dhe duhet të zgjidhet. Të them të vërtetën, kur flen darkë, them folja me mullin e erës. Por sa e zgjohemi të çlodhur në mëngjes, them ta provoj përsëri. Domethënë, ajo që mua më pëlqen është që ju të gjithë që ndërveproni në fushën e audiovizualit, jeni të gjithë bashkë dhe sot më shumë se kur, dhe jam i bindur që gjithmonë në mbështetjen tuaj ne do arrim atë që kemi si qëllim dhe si objektiv. Por në radhë të dytë, edhe një nga objektivat që ka kjo tavolin, është edhe që njerëzit të kuptojnë që realizimi i filmave të asaj kohe, realizimi i filmave edhe sot, nuk është një rënë e çak, por do të thotë që ti të ngjitesh majmali, ndonjëherë të mbash edhe kamera që peshojnë nga 50 kg për të realizuar një sekuencë 2 minutësh. Kështu që faleminderit që ishe në tavolinë dhe që je pjesë e mbështetjes së shoqërisë. Faleminderit.